është sukses i madh. Pra vëllezër musliman, ata të cilët e besojnë Allahun xhallashanu dhe janë të përgatitur për xhennet, e shohin një fenomen tjetër, çush ka thonë Allahu xhallashanu në Kur'anin e Kerim në kapitullin At-Takwir, ajeti 13, wa idhal jannatu uzlifat, dhe kur xhenneti të jetë afruar, pra e shohin duke ardhur xhenneti. Pra Allahu xhallashanu vëllezër musliman në të njëjtën kohë është në gjendje me i bashku dy fenomene, fenomenin e kataklizmës, fenomenin e katastrofës që do ta përjetojnë ata të cilët nuk e kanë njoft Allahun, nuk i kanë njoft të dërguarit dhe nuk e kanë njoft librat, nuk e kanë besu me lajket, nuk e kanë besu gajbin, nuk e kanë madhëru, nuk e kanë falenderu Allahun subhanahu wa taala. Dhe fenomeni tjetër është duke u afruar xhenneti për ata të cilët kanë qenë në rrugë të Allahu xhallashanu, për ata të cilët kanë qenë besimtar. Do me thonë në të njëjtën kohë Allahu xhallashanu do t'i bashkon këto dy fenomene. Dikujna ndoshta mundet me jashtë si çudia apo diçka absurde, se si është e mundur me i bashku dy fenomene, të keqen edhe të mirën në të njëjtën kohë. Vëllezër musliman, Allahu xhallashanu edhe sot i ka bashku dy fenomene të tilla. I ka bashku dy fenomene të kundërta. I ka bashku dy detre. Njëri i amël, njëri i xhel. Edhe çka thot Allahu xhallashanu për këtë fenomen në Kur'anin e Kerim? Në kapitullin Ar-Rahman Allahu xhallashanu thot: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ai i lejoi dy dete të fuqen të bashkohen ndërmjet vete, ndërmjet tyre të dyve. Është një pengesë që ata të dy nuk e ka përsejnë atë pengesë, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni vëllezër musliman. Vëllezër musliman, pasi ta falmi namazën e Bajramit, si shkomi në për shtëpia tona, bëmi Bajram me anëtarët e familjes, edhe timi dikun vetëm, edhe ti mendomi këto dy gjendje, të kataklizmës edhe të afrimit xhennetit, edhe ti kujtomi veprat tona. Ai televizori jon, ai filmi jon, ka po na qëtë neve. Ka cila on, amo me u botë sinqert. Nëse na qëtë, ka filmi kataklizmës, dyrt e të ubës janë të hapura për derisas në ka arrit ende shpirti në gara, në fyt. Se edhe faraoni ka qenë kundërshtari Musait a.s. sa që ju ka thonë o bërtarve të vetë, maromni një par shkallë të mloja, shkoj të luftoj Zotin e Musait, estakfirullah l'adhim. Mirë për në momentin kër e përmbyt Allahu Azza wa Jall në det, thot e besova Zotin e Musait. Po Allah i thot, jo mo pendim për tyje, se kur të ven shpirti në fyt, e shomi në atë moment se ka jemi të orientu në bazë veprave tona. Po para se më në arë shpirti që tu, ta orientomi veten dhe ta logaritmi veten para se të tjerat të na e bajnë vëllezër musliman atë logari. E lusim Allahun xhallashanu që të na mundsoj të përmirësomi vetët tona. E lusim Allahun xhallashanu që të na i pastron zemrat, që të na i pastron zemrat tona. E lusim Allahun subhanahu wa taala që të na i porton imanin ton në mënyrë që të ligat cilat i shohin mesin ton t'i largomi me gjuhët dhe me duart tona. E lusim Allahun xhallashanu që të na drejton në rrugën e drejtë, në rrugën atyre që ka begatu me të mira në këtë botë, edhe do t'i shpërblen në botën tjetër me xhennetin Firdaus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.